E ndërkohë që Rozana, Egli dhe Gjesti bëjnë këto diskutime të cilat duhet thënë kanë filluar edhe të bëhen repetitive, Gerta ka një teori krejt të sajën. Shojmë. O, grupi Shurupi. Unë kom vendosë mu largu Grupi Shurupi jeni, të 4. Grupi Shurup Kolle. O e flishur, o e Gaceno që nuk e bën dot. Nuk e bën dot e Gaceno, nuk budallaqe. Pasi ka luajtur 3 muaj në shtëpi, duke i fërkuar shpatullat njëri tjetrit, duke bërë lojën dhe skema me njëri tjetrin, tani ka ardhur momenti që të sulmojnë njëri tjetrin. Pse më erdhe këto? Se më tregon mamin tim, se më tregon mamin dhe babin tim. Se më tregon mamin dhe babin tim. Ato të 3 janë gropa njëri tjetrin. Se Laerti s'po e quaj, sepse Laerti është aty. Kur duhet e fusim Laertin, kur s'na duhet nuk e fusim. Ishe duke u menduar. Dëshpërimet e mia, ti nuk e pun. Se ti nuk ban mend rrjedhën kronologjike të ngjarjeve. Ti ngatron. Të janë bërë në kokë mishmash. E ke bërë sallatë ruse. Ngjarjet në shtëpi, ti ngatron. Egli, Rozana, Gjesti, Laerti është gjithmonë ai guri rezervë aty. Bëjnë marrëveshje në grup që merren vesh shumë mirë me njëri tjetrin. Çe kom qef ato ish. Sot se pas ke qefti, po deri dje Jo, sot jo, jo që 2 javë se. Bërë 3 muaj lojti me Rozanën dhe sot doli që nuk e pas ke qef. Ti vetëm, s'ke bë një loj vetëm. As Rozi s'ka bë vetëm, as Egli s'ka bë loj vetëm. Në fund fare ka me ta dritë Gerta, se s'bëhet Big Brother me organizat. Fituesi nuk është me organizat. Një gjë se bëre vetë. Gerta? Klipi ishte shumë i qartë, Ledion. Mua më duken komplet të stisura të gjitha këto debate që bëjnë me njëri tjetrin, po përsërisin të njëjta diskutime, pra që kur ka ardhur Egli, janë futur edhe një herë në lojë me njëri tjetrin, duke përsëritur të njëjtën fjalë posesive, e dëgjojmë për ditë në shtëpi. Ti më the kështu, kur ishim bashkë, ti erdhe u futët tek ne për Rozanën dhe e gjithë kjo duket, po themi, një skem shumë e qartë midis njëri tjetrit. Pra, Gerta, ti thuaj që këta janë duke vazhduar të njëjtën temë, cila është bërë edhe përsëritse tjera me radhë, vetëm që të jenë zhurmues, që të kapin kohën e tyre dhe që të vazhdojnë të shtynë sa më gjatë të jetë mundur të 3 së bashku. Nuk ka asgjë të re midis njëri tjetrit, nuk ka një debat të ri midis njëri tjetrit, sepse i kemi parë të gjithë se çdo të thotë të luajnë vetëm. Pra, Rozanën e kam parë në momentin kur nuk komunikonte me Gjestin se çfarë bënte në shtëpi. Gjesti gjithashtu ishte grop fare kur nuk erdhi Egli, kur nuk ishte Egli. Pra, Gjesti është mbezur në momentin që ka ardhur Egli, sepse Egli po i jep sinjale gjithë publikun për mënyrën me anë të sjelljeve të saj, kuptohet. Kjo që di që e ka fituar Big Brotherin. Kjo që di kush është finalisti i parë. Kjo që di kur mbaron te Big Brother. I kanë ndezur të dy dhe ka rifilluar Egli, një sekond. I ka rifilluar dhe njerë situatat aty ku Egli para se të ikte nga shtëpia, ka qënë pikërisht në 2-3 ditët e fundit ku Egli u kundërvu Rozanës. Dhe ishte pikërisht momenti ku këta duhet të kundërshtojnë njëri tjetrin. Nga ana tjetër, kur unë e them këtë gjë, Gjesti është ai që e pranon, thot, jemi në fund, jemi në finale, tani nuk ka më, tani duhet përlajmi me njëri tjetrin. Pra, gjatë kohës që këto shpjegojnë të njëjtat situata, nuk kanë reaguar dhe nuk janë lënduar në momentin që kanë ndodhur. Por thjesht nxjerrin ato gjërat të cilat i kanë kaluar dhe i Por i kanë lënë të gjitha për tani në fund, duke e kuptuar qartë që ka ardhur fundi, të duan që të gjithë diskutimin, edhe pse është përsëritës, ta lënë midis njëri tjetrit. Gerta, të pyes pak. Ti, në momentin që Egli është rikthyer në shtëpi, ju të dyja patët një lloj afrimi, i cili për sytë e publikut, për sa kohë raporti juaj u ndërpre në ujra jo shumë të mira, jo shumë të qeta, patët një lloj afrimi dhe patët edhe një dëshirë për t'i kërkuar falje njëra tjetrës. Jo njëra tjetrës, jo. Gerta më ka kërkuar. Ndjekur nga një përqafim. Apo jo? Po. Po. Ato duket sikur Egli atyre ditëve, në krahasim me Eglin e këtyre ditëve, është e ndryshme? Pikërisht, Ledion, kur erdhi Egli në fillim, tha unë kam ardhur për veten time dhe do jem ajo Egli e ditëve të para në shtëpi. Dhe unë për këtë arsye,
të nesërmen, vajta aty jashtë dhe i thash Eglit, Egli, vërtet ke ardhur për veten tënde, pra nuk do të bësh lojën për Gjestin në shtëpi, do të thotë që loja jote do shkëputet nga loja e Gjestit dhe ti do t'jesh ajo Egli e 2 javë të para. Po tha dhe mas sqaroj këtë, okej, dhe aty ndjeva një lloj, si thua, keqardhje, me qenë se ne kemi qenë shumë konfliktuale në shtëpi të dyja, dhe prandaj e përqafova dhe i thash, okej, Egli, më vjen shumë mirë që ke ardhur për veten tënde dhe nëse, sepse unë në ato fillim kam shkuar mirë me Eglin dhe okej, thash Egli, shpresoj, thash që marrëdhënia jonë edhe tani që u riktheve në shtëpi të jetë shëndetshme, kur ne kemi qenë të dyja, një sekondë Egli, të mbaroj pak, kur ne të dyja, pra në fillim, kemi qenë në marrëdhënie shumë korrekte me njëra tjetrën, madje unë kisha dhe shumë dëshirë kur bisedoja me Eglin atëherë. Dhe për këtë arsye, unë le të themi doja që të hapja një rrugë të re dhe një marrëdhënie të re me Eglin. Por, gradualisht duke parë që Egli, jo vetëm që nuk ka ardhur për veten e saj në shtëpi, por është duke ndihmuar Gjestin në mënyrë indirekte, në lojë dhe duke e kthyer komplet sulmin, totalisht vetëm tek Rozana, atëherë mua më lindë drejta të dyshoj për qëllimin e Eglit në shtëpi, sepse Egli është rikthyer sërish në shtëpi. E kuptoj. Dhe patjetër që mua më duket në një mënyrë të tillë. Jo, nuk ka nevojë për përgjigje, jeni aty do të diskutoni lajërt. Shikole Dion, do diçka e cila është përsëritse, duke filluar që nga koha që u fut Amberi, Gerta shkoi për t'i thënë a jemi ende shoqe bashk. Pastaj në përplasjet e fundit me Valbonën, sërish citoj, nuk të ndërhyra dhe mos ndërhyr. Ki pak durim Gerta ta mbaroj, po. Sërish citoj që ju në fillim rinit me mua. Tani hynë Egli dhe pa mi afrojt Egli direkt dhe do t'a bëj me njerë shoqe, jep dhe një përqafim. Pra, çështja gjithmonë e Gertës është që ti je me mua apo nuk je me mua, siç më bëri pyetjen edhe mua njësoj ku Rozana ishte në shpellë. Pra, Gerta ka një hall të madh. Me këtë do jetë, nuk i kërkova Egli apo si me mua, mos e keq kupto. Divani i Kuq ka mbaruar aleanca e Divanit të Kuq. Që në qastin që unë me një provokim shumë të shpejt i thash Gertës të lë epiteteve je bërë marioneta e Aldos, aty Aldos faqi një iluzion kryetari, se nuk është, dhe Gerta u rëzua nga froni i saj imagjinar që e ka vënë qëtë ditën e parë këtu në shtëpi, edhe aty të Divani lë Pelinshën që mos të afrohet njeri, madje Viserilos jo shtullur në prerë kur ullë të vëndi saj. Pra Gerta ka një anarki mendimesh këtu, dhe ngatron shpesher situatat dhe rjedhën kronologjike të ngjarjeve. Kjo duke dhe të loja mos unë dze, kur ishte të 14 i binde 5 dhe thoshte u do shkojt e 18 se numrojt e 14. Me i se i thosha 14 bëjnë 19. Në të tërën këtë Gerta, ashtu si shta dhe Arbri, si shte tha dhe Arbri, 25 minuta më parë, të tha Arbri, që ke çrregullsi në përgjigje, të njëjtën gjë, unë kam një muaj gjysmë që të them. Po ta tha pak më parë, po ti nuk dëgjon. Ashtu si shtë thonë, 1-0 për Valbonën me Rengun, ti zgjohesh të nesër me thuash 1-0 për mua. Ti, o je thjesht e llastuar, ose nuk do të kuptosh, ose nuk kupton në të vërtet se ç'do në këtë shtëpi. Dakor, po e lë me këtë, nëse do të vazhdoni që komenton të tjerët. Ti s'ke asgjë tënde këtu. Ti çfarë je, ke grupi yt? Do të jeni brenda shtëpisë dhe diskutoni. Atëherë tani ju dua të gjithëve që të shkoni tek dhoma e surprizave se ka një surprizë shumë të bukur për ju.